Ai do kriza, ai do zgjedhje pas zgjedhjesh dhe ai e don vetë në veç një gjë, me u fry, me u krenu që po i fiton zgjedhjet e po i mund juve. Janë nuk pajtuna nësë një argument tonën. Shqyr. Nësë të argument tonën nuk pajtuna. Po pajtoni me Kurtin, me mu nuk keni nevojë. Komplet është qosje jo e duhun edhe jo korekte ka shri zhvillimeve. Qosja jam është e bazume edhe ta... Asoj shka i na tu përfacu nësë Parti Demokratike të Kosovës. Për pikë të argumentaj. Unë menoj që Partia Demokratike e Kosovës ka bo mirë, sepse jem parti parlamentore, që venit mi ofru president, është angazhu venit mi ofru president në këto rrethona edhe në këtë kriz globale, sidomos në aspektin e sigurisë me cilën është duke ballafaqu globi. Shto faktin, relacionin e pozicionin e Kosovës, ku jem karshik në zhvillimeve. Tjetra, duke posë parasysh situatën edhe jetën e vështirë qytetarëve të Republikës Kosovës, qytetarët e Republikës Kosovës ka nevojë për qeveri dhe institucione që të mirat që janë shërbim tyne. Që të qeverinë që i vjedhë rezerva shtetnore, që të qeverinë që 160% ka shtrejtu energjinë elektrike, për cilën qeveri? Problemi është... Që asnjë rrugë nuk ka qenë në gjendje me ndërtu. Problemi është, po... Që tu ka shtrejtu jeta 40%. Albin Kurti, Egon e ka pos që kjo që 40.000 banorën vetë ikin për Kosovë, që sa i po do një mjatë gjatë jetëna. Pozitat kryesore të venit, me udhesh aji. Pro egoja ati, edhe presidentin ka dosht, egoja ati, ka qenë me ushtru 100% pushtet autoritor. Dhe menoj që na sakt e kem po tendencën e ti për me imponu pushtet autoritor. Sot e kesh presidente. Me pasdor sot vesh Vjosa Osmani presidente. Këto adhon jem të Vjosa Osmani, që po e marë se shemull, Vjosa Osmani është presidente. Po jem të thonë adhone që zotri Kurti nuk ka dosht, po duke e prezentu jo dëshiren për një president të PDK-s, jeni të enda përgjithsin, këto po e thëmë. Jo, si jem të enda përgjithsin. Pas vjet ka dosht. A i ka dosht president ti për me ushtru pushtet autoritor në këtë vend. Po pe kuptojmë atë punë. Jo po thoni si ju e keni ndaluar që të ushtrej? Ne e kem ndalu, po, jem plotësisht sigurt. Ne e kem ndalu që me ushtru pushteti autoritor. Sa i ka dosht me bo president dikën ti, me ta imponu. Edhe tash mund të bëhet. Me qasin tuaj nesër, po e zëm, një nga skenaret e kushtetuesës, mund të thotë nuk është e zauruar hapësira për votim të presidentit. Tërhiqet zoti Konjufca, tërhiqet ndoshta dhe zonja Kolçaku. Thot, mirë po ulemi, ta gjejmë një konsensual. E gjejmë një kandidat që edhe si pas jush është konsensual, ja jep një votat. Vazhdon qeveria Kurti, kjo që po e kritikoni, ndërko presidenti, kjo është pikpamje, konsensual bëhet me 66 vota të vetëvendosjes, me 22 rjedhimisht të PDK-s. Nesër ai presidenti do të thotë president më ka bërë PDK-ja dhe vetëvendosja, apo vetëvendosja, plus institucioni me institucionin, do të flasë presidenti konsensual me Kurtin kryeministër. Sa i pengon kjo që nëse ka tendencë autoritare që t'i ushtrej ato? Kjo ka qenë pikërisht ideja që më u propozu nga rollët, nga Partia Demokratike e Kosovës, mës me qenë dikush që është zgjatem i kryeministrit, zgjatem i qeverisë, po me qenë dikush që është mbrojtës institucioneve, i kushtetutës dhe i demokracisë. Më falë, zoti Tahiri, qyshe mbron presidenti, kushtetutën dhe institucionet? Me kompetencat dhe përgjithësit e ti. Me kompetencat dhe përgjithësit që ko, e mbron kushtetutën. Po, zotri Kurti. Po, zotri Kurti. Presidenti ka 25 kompetenca. Zotri Kurti e ka pos tendencen me i morë gjitha pozitat kryesore në nivel hierarkik. Po, kritika morë. Po, dhe me vazhdu më pushtet autoritar. Në të kondër ten. Kur nuk ka mujt me bo këto. Kur nuk ka mujt me bo këto. A i ka vazhdu me bo droma. Edhe me mbulu mungesën e rezultateve të qeverisjes ti. Prej ditës kur Albin Kurti ka fitu zgjedhjet. Prej kur është në pushtet, në zyret kryeministrit. Fatkeqësisht ky vend ka pos veç kriza politike, edhe ka pos drama. Po, është e vërtet... Dhe opozita e boni mu dok normal. është e vërtet... Një skizofren politik ju e kini bo me u dok normal. është e vërtet që
opozita nuk ka mujt me ndërtu në racionin edhe me e tregu sakt qosjen e ti. Ja, po mund e tash. Po mund e tash. Edhe me tregu pozicionin e soj. Për shkak që ka qenë sfiduse. Ka qenë sfiduse për arsye se është subjekti vetëm politik, edhe është qeverisja vetë në tukon në ekzekutiv, vend që me hargju e me investu në promovim punëve projekteve, investën e hargjën porën propagandë. Por realisht, nuk është që është duke u bo propagandë veç kundër partive opozitore. Se me nej Partia Demokratike e ka lujt rolin edhe për bizneset, edhe për qytetarët, edhe për media, edhe për shoqërinë civile, edhe për institucionet, për me ruaj demokracinë, se neve na ka met. O, që është arun demokracinë presidenti ka zëmu. Neve na ka met veç edhe më bo pushtet autoritar edhe mandej me konë 100% i pajetu shkët vend. Zoti Kajtë, vetëm pak. Ta shtroj një pikpamje pak më ndryshe se po nduket po na ik, duke vënë kaq shumë theksin të mbrojtja pozicionit të presidentit, që Zoti Kajtazi me drejt po është skeptik në fuqin ekzekutive që Pra qoftë edhe Bedri Hamza me u bo. Po dua ta shtroj nga një pikpamje tjetër. Sikur po ju rrshet nga analiza, ose po zëroj, po rrshet nga analiza dëmi, kështu, ta themi që e paraqet qeveria me Kurtin, nëse tendenca është autoritare, e një kryeministri, ju po e vëni theksin që mbrojtja nga autoritarizmi vjen nga presidenti, kështu që po zbutet dëmi eventual si pas jush, i paraqitur nga kjo qeveri, dhe po thoni mirë është qeveria, veç po ja lëm presidentin, kjo mund tjetë edhe kurth. Pra që gjithë ne flasim për presidentin, por mos ta ushtrojmë kritiken për punën ose mos punën e qeverisë. Në fund qeveria vendos, kurti vendos. Na jena të full për proces zgjedhjes presidentit. Po për atë po thonë, mos punën e qeverisë, na mundu me vazhdu diskutimin e debatit. Me theksin tua ju po thoni, ne se lam ta bëjnë